Zgjuarësia e të riut. Kulthum ibnul Egar ishte komandant ushtrie gjatë kalifatit të Abdul Melik ibn Merwan. Haxhax ibn Jusuf, valiu i Irakut, e kishte halë në sy Kulthumin dhe bënte çmos që ta heqafe. Njëherë ai arriti të ngrej një grack në të cilin ra Kulthum dhe kalifi e dënoi me vdekje. Nëna e Kulthum vajti te kalifi Abdul Melik edhe me lot në sy. I kërkoi që t'ia fal jetën të birit që i kishte shërbyer aq kohë. Kalifi i erdhi zor nga nëna e Kulthumit, e cila i kishte kaluar të 100-tat. Pasi e dëgjoi deri në fund, ai i tha: "Do i them Haxhaxhit që të hedh një short për jetën e djalit tënd. Ai do të marrë 2 letra, në njërin do të shkruaj të ekzekutohet dhe në tjetrën të falet. Mandej do e lëm djalin tënd të tërheq njërin nga të 2 letrat. Nëse tërheq të falet, do i falet jeta. Nëse tërheq tjetrën, do të ekzekutohet. Kaq kam mundësi të bëj për ty si nën." Ajo doli e zemëruar, pasi e njinte kush është Haxhaxhi. Ajo nuk kishte asnjë pikë dyshimi se Haxhaxhi do të shkruante në të 2 letrat të ekzekutohet. Pasi i tregoi të birit, ky i tha: "Mos u mërcitoj më. Ma lër mua këtë çështje në dorë tani." Siç e kishte parandjer nëna, Haxhaxhi shkroi të ekzekutohet tek të 2 letrat. Pastaj i palosi dhe i futi në një poç. Ditën e caktuar të ekzekutimit ishin mbledhur shumë njerëz dhe mezi prisnin se çfarë do të ndodh. Haxhaxhi solli poçin ku gjendeshin letrat dhe ja vendosi Kulthumit para. Mandej, duke buzëqeshur me ironi, i tha: "Zgjedh njërin nga 2 letrat." Kulthumi buzëqeshi dhe zgjati dorën brenda poçit, preku nxorri njërin letër, e ngriti lart dhe u tha të pranishmëve: "Këtë zgjodha." Pastaj, pa e hapur fare, e futi në gojë dhe gëlltiti të gjithë shtangën nga ai akt i Kulthumit. Vet kalifi bërtiti: "Çfarë bën more? Gëlltite letrën pa e lexuar." Kulthumi u përgjigj: "Nuk prish punë shkëlqësia juaj. Unë zgjodha njërin letër dhe e gëlltita, por edhe pse nuk e dija çfarë është shkruar. Për të kuptuar çfarë ishte shkruar në letrën që gëlltita, le të hapim letrën që ndodhet akoma në poç. Përmbajtja e saj do të jetë e kundërta e asaj që gëlltita." Menjëherë u hap letra që ishte brenda poçit dhe u pa që në të lexohej: "Të ekzekutohet." Të gjithë thanë: "Kulthumi zgjodhi që të jetojë." Të menduarit e thellë dhe konstruktiv na mundson të bëjmë gjëra madhështore.